CNA publikoi me dokumente dhe fakte se si Erion Veliaj, kryebashkiaku I cili ndodhet në burgun e Durrësit me 13 akuza për 5 vepra të rënda penale, si dhe vëllai I tij nën hetim Arber Veliaj, kanë paguar $220.000 lobim në SBA kundër drejtësisë, kundër SPAK-ut. CNA ka siguruar dhe ka publikuar deklarimet e kompanisë lobiste Kasowitz LLP, dorëzuar në Fara, pranë Departamentit të Drejtësisë në SBA, ku tregohet dhe vlera e paguar nga Erion dhe Arber Veliaj për lobim në SBA, e cila shkon në shumën prej €219.145. Kjo është bërë në 5 pagesa, që janë $50.000-$40.000. Pagesat janë bërë me qëllimin për të kontaktuar dhe komunikuar me kongresmen, senator dhe media për publikime të ndryshme për rastin e Erion Veliaj dhe Arber Veliaj. Përmes raportimeve, CNA publikoi dhe dokumentet me emrat që janë kontaktuar me email, ku bëhet fjalë për senator, takime virtuale, takime me stafe senatorësh, kongresmenësh, ka pasur telefonata dhe komunikime të vazhdueshme. Por le të shohim me radhë mashtrimet e Veliajt të Dala Boje që rrjedhin nga këto dokumente. Mashtrimi 1. Prokurori Olz Dado, antar aktiv I Partisë Autoritare të Opozitës, përveç lobimit $220.000 nga dokumentet në faqen e Departamentit të Drejtësisë, në një letër drejtuar senatorit amerikan, Durbin, u evidentua një tjetër detaj deklaruar nga kompania lobiste. Në raport theksohej se personeli I SPAK-ut që është përfshirë në çështjen e hetimit të Veliajt është në konflikt. Në dokument thuhet se prokurori Olz Dado është një antar aktiv I Partisë Autoritare Opozitare, Partisë Demokratike, kjo e fundit e drejtuar nga Sali Berisha. Të lexosh këto rreshta është sa skandaloze aq dhe qesharake, është një mashtrim publik pasi Sali Berisha është një person që pohetohet nga SPAK për korrupsion, ndaj të cilit fillimisht u dha masa e sigurisë arrest shtëpie dhe më pas detyrim me paraqitje, ndërkohë që gjyqi vijon. Përveç faktit që Sali Berisha është sanksionuar nga SBA dhe Britania e Madhe, është një nga personazhet që më së shumti ka sulmuar SPAK-un. Mashtrimi 2. Prokurori Olz Dado është zhvillues pronash. Një tjetër gënjestër është se prokurori Olz Dado është zhvillues pronash dhe ai ka paraqitur një kërkesë kryetarit të Bashkisë Tiranë për të modifikuar një leje ndërtimi në pronën që zotronte dhe e cila ju refuzua. Të mërkurën CNA e ka publikuar se kanë kaluar 150 ditë që as Erion Veliaj, as studia e tij e lobimit, as avokatët e tij dhe as kusht tjetër nuk kanë mundur të publikojnë një dokument të vetëm që tregon se Olz Dado ka kërkuar të bëjë një shtesë apo të modifikojë pronën e tij dhe dokumentin që I është refuzuar Olz Dados ky veprim. Mashtrimi 3. Veliaj I caktohet gjyqtar me lidhje të forta me Partinë Demokratike të Opozitës, ndërkohë që s'ka si ta bëjë SPAK-u sepse SPAK-u është prokurori, GKK-ja është institucion me vete. Çështjet diskutohen para se të shqyrtohen, hidhen shortet dhe ka një procedurë të mirë përcaktuar nga ligji, e bërë nga reforma në drejtësi, që e ka votuar dhe vetë Erion Veliaj.